Doktor, a ju ka ra vetë personalisht të mirreni me ndonjë rast të sëmundjes së rënë të mushkrive? Unë mirra çdo ditë me raste të rënda, sepse punoj edhe në klinikë, në klinikën universitare, në klinikën e pulmologjisë. Edhe në klinikën e pulmologjisë zakonisht i shtrojmë njerëz që kanë shumë probleme të theksuara. Për fat keq, sëmundje mushkrive për nga vdekshmëria janë shumë të larta, sidomos në Kosovë. Edhe pacientët që kanë probleme të rënda të mushkrive janë, domethënë, pacientët me kancer të mushkrive, me sëmundje obstruktive, me probleme të frymëmarrjes, edhe shpesh nevojitet hospitalizimi. Nganjëherë edhe pjesa fundit të jetës e kalojnë në spital. Derisa, domethënë, sëmundja fiton. Kështu që neve na bjen çdo ditë. Më shpesh kemi probleme me sëmundjet obstruktive, që përmendëm emfizemin në bronkitin kronik. Pastaj kemi me raste të rënda kemi sëmundjet kanceroze dhe infeksionet. Ndërto mos të harrojmë kemi tuberkulozën, që është një infeksion që ende është aktual në Kosovë.